Dibrani, kjo puna e kësaj, është shumë rëndësi edhe një sen që se përmendëm, është shumë rëndësi partit me i dënu qëta kandidat që janë të përfshim. Pra partit me dalë me i largu, që këta mos me i lazë në skenë, sepse kish me qenë një porosi shumë e mirë, për ata tjerë, marë parasysh se në politik duhet me pas etikë. Nuk është e vërtet që thojnë politik s'ka etik, duhet ketë etik. Po etikën duhet ta mirëmbajnë dikush. Kush e mirëmban, ai nalë që është kryesori, pra kryetari i partisë, duhet me aktivizu mekanizmat partijak i secilës partisë që me denu këta. Për para, a kanë vjedh, a s'kanë vjedh, nuk e di, se hajnë është hajnë veç kur nëzinë të vjedh. A hajnë kur nëzinë të vjedh, ty s'mën mi thonë hajnë. Ta që jënë nëzo. Po problemi është që po del që keqpërdorimi në disa komuna është, për një me, unë po abit na që shka ngudzu tonë këta numra, se i vjedh njëre, hajde, kej 100, 200, po 6.000 i mërvlo. 3.000. 4.000 e tjetëri, del të tjone, po ma cënojnë karierën tam, jo, po që ma kanë prish emnin, po qysh mu ta prish emnin të jep njëri 4.000 vota, po tu pa e ditë e që? Ta mërmenja Dibran ty. Pakten mus ma ka logika, s'ka mundësi me t'i dhonë njeri 4.000 vota. Me ti qashto shumë koshesh proces të votë. Me një komunë, me t'i gjuhë që ato 4.000 bakshesh, pa t'i dhonë po qytetarët. Hecë që edhe ti mos me dit atë punë. Edhe me thoi jas po di valla ku që ako ka bo. Në fund ka një pyetje për nismë ju, profesor, të pas për eksperiencën e kaluar, pra, sidomos vitin 2010, me pas ndodhen ato ndryshimet legislacion për, le të themi, ruajtjen e integritetit të votës, ka pas dënime, ka pas arrestime, s'pjallon shajbës, s'potuk të njësh. Po, duhet me pas parasysh se ka pas dënime, është masë e vërtet, dhe ka pas keqpërdorime, është masë e vërtet. Trenin bulgar ne kemi mësu në pas të raportime për zgjedhjet e fundit, për zgjedhjet e ma përpashme cilat janë majtë. Mi po, qëllimi dënimit nuk është vetëm për aty me ndërshku një person si akt hakmarje për shkak të veprës cilën dhe ka bo, po përmes dënimeve serioze natyrisht me ndiku edhe në parandalimin e personave të tretë në kryen e këtyre vepra penale. Prandaj, unë besoj se një interes preventiv kishte me qenë të ndërshkohen politikisht të gjitha ta persona politikisht natyrisht përmes votës se qytetarëve, të gjitha ta persona cilët kanë mujt me ushtru ndikimin e vetë dhe me josh personet të ndryshëm që në mënyrë krejtësisht jo normale të orientojnë ose të ndikojnë ose të lobojnë për orientimin e votës në bazë të vetëm intereseve personale e jo në bazë bindjeve të tyre politike për votim me dinjitet për vlerat dhe cilësitë e një kandidatit caktuar. Avokat, ti merresh këtu me drejtësinë çdo ditë. Se s'kanë frikë ta njerëz. Po tash më kthy në atë procesin e mëhershëm dhe dënimet nuk kanë qenë shumë serioze, tash jem sinqert, se një pjesë e madhe pa të ndënuar me gjoba. Me kusht. Pa të me kushta, me gjoba, me vepra është kogja serioze, është 3 deri në 5 vjet, minimumi është i nalt. Ka shumë vepra penale, në kod penal që janë shumë serioze, në emën, mirë po minimumin e kanë më të vogël.